Të dashur shqiptar, sot është dita më dramatike në historinë e shqiptarëve në Malin e Zi. Me dekada të tëra, ata kanë pretenduar që janë pasardhës të ilirëve, madje në të gjithë leksionet e Universitetit të Leidenit, që është universiteti më i përparuar sot në Europë, thuhet që ilirët vinë nga Mali i Zi, sepse Plini i Vjetër ashtu thoshte që aty janë ilirët e vërtet, pra nuk janë në Shqipëri dhe kjo na ka tmerruar neve të gjithë shqiptarëve, ky konkluzion. Grekët i ka gëzuar shumë, sepse ata mendojnë që gjithë Shqipëria është Greqia e vjetër, sepse ashtu është, për fat keq. Pra, të mendojmë që ne vim nga Mali i Zi. Dhe në Malin e Zi ekziston qyteti Rizon, që në greqisht do të thotë Koineja e rënjve. Qyteti Skodrinon është në numër shumës në greqisht, në monedat greke të Shkodrinonit. Po kjo s'mbaron me kaq. Një qytet akoma më i bukur është zbuluar pikërisht midis Malit të Zi dhe Kroacisë. Dhe ky qytet quhet në shqip Cetinje. Dhe autorët shqiptar thonë pikërisht kjo është origjina e lumit Cem. Shikoni autorët e rilindjes. Banorët e Malit Zi i thonë Cetinje me ç. Rezulton që ky qytet është ngritur në vitin 1440 nga turqit, të cilët harxhuan shumë forca për ta marrë këtë fortesë dhe në turqisht Çetin do të thotë e vështirë për të mposhtur. Merr frymthell. Emri i qytetit nuk është as Slavio, është turk. Është krijuar në shekullin e 15. Për çfarë ilirësh po bëjmë fjalë neve? Por historia s'mbaron me kaq. Pikërisht është krijuar emri i lumit Cetinje në gjuhën shqipe, por është Cetinje në gjuhën serbo-kroate dhe malazeze, është e njëjta gjuhë me dialekte të ndryshme, që vjen nga qyteti Cetin, qyteti ngritur nga turqit në shekullin e 15. Kaq i vonë është ky emërtim. Në fjalorin e gjuhëve indo-europiane që unë botoj në vitin 2004, unë nuk dija gjë fare për fjalën Cetinje, unë dija për qytetin Tillurium në dokumentat romake. Fortesa quhet Tillurium, e njëjta fortesë që e morën më vonë turqit, 17 shekuj më vonë. Romakët e kanë quajtur Tillurium. Dhe të gjithë autorët e vjetër, përfshi edhe Plinin e Vjetër, thonin që ky është qyteti i lirë, por ishte i pushtuar nga romakët. Emri i lumit është Tillurios. Askush nuk e di ç'do të thotë. Kryeqyteti ishte Dalmion, i dalmatëve. Ky ishte kryeqyteti i dytë mbasi ata u përzun nga Dalmacia, erdhën më poshtë. U përzun nga Dalmacia nga trupat romake dhe zbritën pranë Malit të Zi. Dhe ngren aty kryeqytetin e dytë Delmion ose Dalmion. Pra në dy qytete Dalmion. Dhe janë krijuar sipas dialektit atik Delmion dhe dorik Dalmion. Është emër për këdhelës në greqisht. Pra ilirët flisin greqisht. Qyteti i tyre i dytë ishte Rizon. Koineja rënjeve. Në Shkodër Koinon Skodrinon, në monedat ilire, pra ilirët flisnin greqisht. Po ç'do të thotë Tillurios? Në gjuhën greke është Tillurios. E ç'do të thotë Tillurios? E pra vjen nga fjala greke tilos, që do të thotë diare. Pra, ka dhe kuptimin balt, kënet, ujrat e zeza, fjalë për fjalë. Pra gjithmonë që nga viti 2004 deri në vitin 2026, unë kam menduar se çfarë bënin ilirët, ndoshta me kova merrnin mjaltin grek dhe derdhnin në lum. Jo, ilirët vetë ishin helen. Flisin greqisht. Dhe kishin ndërtuar sistemin e kanalizimit. Pra unë
bëj shaka kur them që ilirët mbanin kovat me mjaltë, se s'di ç'të them tjetër, të gjithë emrat janë grek. Pra, Tellurium vjen nga greqishtja Tilos, do të thot ujërat e zeza. Fjalë për fjalë diare. Ata që dinë greqisht, e dinë që Tilos i thon diares. Pra, kur të dhëm barku, të çahet barku, të del diareja, jeme Tilos. Dhe prekëndej vjen i Tellurium, aty ku derdhen ujërat e zeza greke. Pra grekët kanë ndërtuar sistemin e kanalizimit dhe këtë e kishin dhe në Byllis, këtë e kishin në Antigonë, në Aulon, në Vlorë, Epidamnos, Durrës, Lissus, Lezhë, Skodrinon, Shkodër, në çdo qytet të imagjinueshëm gjoja shqiptar, janë emra grek dhe kanalizime greke. Pra unë kam bërë shaka kur kam thënë që ilirët përdornin kovat me mjalt për të hequr mjaltin grek, që ata prodhonin në mëngjes kur hanin mëngjes, në drek kur hanin drek dhe në darkë kur hanin darkë. Përse e them këtë? Sepse s'ka asnjë lloj baze pra për ardhjen e shqiptarëve nga Thethi, nga Malizi, mbi Thethin, kështu thon ata, sepse kështu thoshte Plini i Vjetër. Por Plini i Vjetër thoshte që ilirët flisin dialektin graja. Qyteti Sremska Mitrovica quhet Grajum, që të thot Greqi. Fjalë për fjalë. Dhe unë kam zbuluar mbi shkrimet e venetëve, ku ato i thonin vetes Grajkoj, si Demetra. Edhe Mitrovica është emri i Demetrës. Është në fakt shkurtim i Demetrës, në Mitro, plus prapashtesën Vica të slavëve. Pra Mitro është shkurtimi i fjalës Demeter, emri i qytetit të Mitrovicës. Dhe kur kryeministri shqiptar thotë që kjo është toka e askujt, jo thon grekët, është toka jon. Ilirët flisin greqisht. Të gjithë dokumentat e gjetura në çdo qytet ilir janë në greqisht. Nuk ka emra shqiptar fare. Gjuha shqipe është shumë e lidhur me gjuhët slave dhe gjuhët iraniane. Mbi shkrimet pra të gjetura në këtë qytet Tellurium janë në greqisht që të gjitha. Por parashikime që ky ishte qytet i lirë ka bërë Norbert Jokli. Dhe ai ka bërë ngjashmërinë e fjalës Tellurium dhe Tilos. Por nuk ju ka thënë këtë shqiptarëve që të mos u mbetej qefi. Plus, akoma nuk ishin bërë kërkimet arkeologjike në këtë qytet, janë bërë mbas luftës së dytë botërore. Dhe të gjitha parashikimet e Joklit kanë dalë të sakta përveç një parashikimi vetëm. Norbert Jokli thoshte që ilirët janë gjyshurit e shqiptarëve. Jo pra, ilirët flisnin greqisht. Emri i qytetit ishte Dalmion, që është emër përkëdhelës. Ndoshta është i lidhur me fjalën dele, por është emër grek, përkëdhelës. Një lloj si Byllionon. Është emër përkëdhelës i Byllisit. Nuk i thon Byllis, por Byllionon, grekët, Byllisit. Byllis ja ka vënë emrin Eritan Ceka, sepse i duket fjalë dy silabike shqipes. Pra, përfundimisht, fjala Cetinje dhe Lumicemit janë Cetinje në gjuhën serbe, është krijuar në shekullin e 15. Është me origjinë nga fjala Cetin, gjuha turke, do thot qyteti i vështirë për të marrë. Lumi Cetinje merr emrin nga qyteti Cetinje, por më përpara ka qenë Tellurium, dhe në fakt ekziston një fshat i vogël arkeologjik që quhet Tilr në gjuhën maqedone, serbe, të gjitha një natyrë kanë slave. Dhe ky qytet i vogël, Tilr, është shkurtimi i fjalës Tellurium, sepse shqiptarët gjithmonë i shkurtojnë fjalët. Kabalus në kal, amicus në mik, medicus në mjek, Tellurium në Tilr. Ky zbulim është shumë i tmerrshëm që kam bërë. Do ta vë poshtë filmit. Sepse këto që ne na duken pra si fjalë të trashëguara, emra qytete shqiptare, pas kanë qenë emra turq të shekullit të 15,
Shqiptarët nuk vinë nga thethi, nuk vinë nga mali i zi. Gjuha shqipe është krijuar nga përzierja e gjuhës latine, gjuhës slave, gjuhës greke, pastaj gjuha turke. Nuk ka toponime shqiptare, kuptoni apo jo? Emrat e këtyre qyteteve janë grek, ilirët flisin greqisht. Ka që të mërshme është kjo sa që është pezulluar përkohësisht dhe ndoshta përgjithmonë botimi i revistës Iliria, që do të ishte Illyria, ky ishte emri i yllyrëve dhe nuk vjen nga fjala yll e shqipes. Ka kuptimi syçakër në gjuhën greke, është sharje. Por ilirët e qunin veten graikoj në bishkrimet e venetëve. Merri frym thellë. Të gjitha dokumentet në bodrumet e Akademisë të Shkencave të Shqipërisë janë kopjuar nga amerikanët, janë vënë në serveret e tyre që si kopjon dot, nuk shkon dot kryeministri shqiptar, ti vjedhi të dhëna dhe t'ja japi shërbimeve iraniane, dhe të thotë na hakeruan iranianët. Jo, nuk e bën dot këtë kryeministri ynë i dashur. Edi Rami, nga Pradeshi, Pellazgi Mirfield. Pra, ujra të zeza është Tellurium, të qytetit Dalmion. Ujra të zeza të qytetit, kanalizimet. Është fjala mjalt në gjuhën ilire, tilos, diare. Ju bëft mirë, mjalti Helen, me shëndet, gëzuar vitin e ri 2026, e filluam shumë bukur këtë vit, e gjetëm që Cetinja vjen nga Fortese Fort në turqisht, Cetin. O sa bukur! Origjina e Cetinjës dhe lumit Cem tek rilindasi shqiptar Pellazg nga, nuk e di se ç'vin nga ta Pellazg nga Çmendina. Janë të çmendur të gjithë. Dhe unë sot dua që ti shqiptar të zgjohesh. Thuash, ç'është kjo moj? Po ç'është kjo moj? Gjëmë. Që janë këta emra, turq, slav, grek, ku janë shqiptarët? E pra ne duhet ta ndërtojmë historinë nga e para. Do të heqim të gjithë emrat i lirë, nuk janë shqiptar. Romakët kanë luftuar me grek të dashur shqiptar. Jo me ju. Ju as diaren e grekëve nuk e keni marrë, sepse e nxirrin në mënyrë të përkryer nga qyteti me kanalizime. Pra ku jeni ju shqiptar? Ku jeni o burra bre? A jeni në theth ortej? Qa po bëni në theth o burra shqiptar? Zbrizni nga pema o shqiptar? Mjaft mblodhët dardha, o shqiptar, o dardhan. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Jeni bërë objekt tallje në të gjithë universitetet e Europës dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sa herë që flitet për shqiptarët fillon dhe qeshin. S'ka asnjë toponim shqiptar. Mirupafshim të dashur Pellazg në filma të tjerë monosilabik. Me rokje do flisni juve, sepse jeni të paaft të shqiptoni fjalë të gjata.